Miq, ju përshëndes. Uroj që t'jeni mirë. Është shpreha që e kam theksuar më së shumti, saqë më është mërzitur vetja sa herë që e them dhe sa herë që filloj emisionet dhe kur bëjmë të podcastet e mira cilësore që bëjmë me Aleksin, siç është Pisk System, them mos e thuaj më se u bëre shumë mërzitshme këtë fjalë. Por ja që erdhi dita që sot realisht duhet ta themi me shpirt e me zemër, dhe do të jemi falënderues, mirënjohës dhe t'i kthehemi të vërtetës për atë se çka ne frymojmë, jetojmë dhe të kuptojmë realisht se ku duhet të jemi. Ndoshta për rrugën tonë që kemi nisur, kemi zgjedhur, ndoshta me vetdije pa vetdije, jeta na ka përplas, na ka çuar nëpër çorçokake nga më ndryshmet për të luftuar dhe për të mbijetuar, dhe ne na është kthyer në stil jetese, në një diçka shumë normale. Por përtej së gjithash do doja që t'ju rikujtoj edhe një herë atë se çka kemi thënë me Aleksin para një viti që lidhet me atë se çka po ndodh sot.